Data 7 gusht. Gjyqtarët, kapitulli 21. Por njerëzit e Izraelit ishin betuar në Micpa duke thënë: asnjë nga ne nuk do t'ja jap bien e tij për grua një benjaminiti. Pastaj populli erdhi në Bethel, ku qëndroi deri në mbrëmje përpara Perëndisë dhe ngriti zërin dhe qau me të madhe duke thënë: O Zot, Perëndi i Izraelit, pse ndodhi kjo në Izrael që sot të mungoj një fis në Izrael? Të nesërmen populli u ngrit herët në mëngjes, ndërtoi në atë vend një altar dhe ofroi holokauste dhe flijime falënderimi. Pastaj bijtë e Izraelit thanë: cili nga fiset e Izraelit nuk ka dalë në asamble para Zotit, sepse kishin bërë një betim solemn kundër kujdo që nuk kishte dalë përpara Zotit në Micpa duke thënë: ai njeri do të vritet. Bijtë e Izraelit ishin të hidhur për Benjaminin, vëllain e tyre dhe thoshin: sot u zhduk një fis i Izraelit. Si do të bëjmë të gjejmë gra atyre që shpëtuan, sepse jemi betuar në emër të Zotit të mos u japim atyre për grua asnjë prej vajzave tona. Pastaj thanë: cili është midis fiseve të Izraelit ai që nuk ka dalë para Zotit në Micpa? Dhe ja, që asnjëri nga Jabesi i Galaadit nuk kishte ardhur në kamp për asamblen. Në fakt u kalua në revistë populli, u vu re që në gjirin e tij nuk kishte asnjë nga banorët e Jabesit e Galaadit. Atëherë asambleja dërgoi atje 12.000 burra nga më trimat dhe u dha këtë urdhër duke thënë: shkoni dhe vrisni me shpatë banorët e Jabesit të Galaadit, duke përfshirë gratë dhe fëmijët. Do të veproni kështu: do të çfarosni çdo mashkull dhe çdo grua që ka pasur marrëdhënie seksuale me një burr. Ata gjetën midis banorëve të Jabesit të Galaadit 400 vajza që nuk kishin pasur marrëdhënie seksuale me burra dhe i çuan në kamp në Shilo, që ndodhet në vendin e Kanaanit. Atëherë tërë asambleja dërgoi lajmëtar për të folur me bijtë e Benjaminit që ndodheshin në shkëmbin e Rimonit dhe për të shpallur paqen. Kështu benjaminitët u kthyen dhe morën ato gra që nuk ishin vrarë në Jabes të Galaadit, por nuk pati mjaft për të gjithë. Populli ishte i hidhëruar për ato që i kishte bërë Benjaminit, sepse Zoti kishte hapur një të qarë midis fiseve të Izraelit. Atëherë pleqtë e asamblesë thanë: si do të bëjmë të gjejmë gra atyre që kanë mbetur gjallë, pasi gratë benjaminite janë vrarë? Pastaj thanë: njerëzit e Benjaminit që kanë mbetur gjallë duhet të kenë një trashëgimi me qëllim që të mos zhduket një fis në Izrael. Por ne nuk mund t'u japim atyre për bashkëshortë e bijat tona, meqense bijtë e Izraelit ishin betuar duke thënë: i mallkuar qoftë ai që do t'i jap një grua Benjaminit. Atëherë thanë: ja, çdo vit bëhet një festë për nder të Zotit në Shiloh, që ndodhet në veri të Bethelit në lindje të rrugës që ngjitej nga Betheli në Sikem dhe në jug të Lebonahut. Kështu u dhanë këtë urdhër bijve të Benjaminit duke thënë: shkoni dhe fshihuni në vreshtat dhe rrini e shikoni. Kur vajzat e Shilohut do të dalin për të hedhur valle në kor, ju të dilni nga vreshtat dhe secili do të rrëmbej gruan e tij midis vajzave të Shilohut. Pastaj do të shkoni në vendin e Benjaminit. Kur etrit o vëllezërit e tyre do të vinë te ne për të protestuar, ne do t'u themi: na jepni ju lutem, sepse në këtë luftë nuk kemi zënë një grua për secilin prej tyre. Por në rast se nuk u jepni atyre, as në këtë rast ju do të jeni fajtor. Bijtë e Benjaminit vepruan ashtu. Morën gra sipas numrit të tyre midis valltareve, i rrëmbyen, pastaj u nisën dhe u kthyen në trashëgiminë e tyre. I rindërtuan qytetet dhe banuan në to. Në të njëjtën kohë, bijtë e Izraelit u nisën që andej, secili shkoi në fisin dhe në familjen e tij, e që andej secili u kthye në trashëgiminë e tij. Në atë kohë nuk kishte asnjë mbret në Izrael, secili i bënte atë që i dukej e drejtë në sytë e tij. Veprat e apostujve, kapitulli 25. Tani festi, si arriti në krahin, mbas 3 ditësh nga Cezarea, u ngjit në Jeruzalem. Kur e prifti dhe krerët e judejve i paraqiten akuzat kundër Palit dhe i luteshin, duke kërkuar të bënte favorin që Palin ta binin në Jeruzalem, kështu ata do ta vrisnin rrugës në një prit. Por festi u përgjigj se Pali ruhej në Cezare dhe që ai vet do të shkonte aty shpejt. Prandaj njerëzit me influencë midis jush, tha ai, le të zbresin me mua dhe në qoftë se ka ndonjë fajt e ky njeri, le ta akuzojnë. Si qëndroi midis tyre më shumë se 10 ditë, zbriti në Cezare. Të nesërmen zuri vend në selinë e gjykatës dhe urdhëroi të sillnin Palin. Dhe si erdhi, judej që kishin zbritur nga Jeruzalemi e rrethuan dhe drejtuan kundër Palit shumë akuzat të rënda, të cilat nuk mund t'i vërtetonin. Në mbrojtje të vet, Pali tha: unë nuk kam mëkatuar as pak, as kundër ligjit të judejve, as kundër tempullit, as kundër Cezarit. Por festi, duke dashur t'ju bëj qefin judejve, ju përgjigj Palit dhe tha: a dëshiron të ngjitesh në Jeruzalem për të gjykuar para meje për këto gjëra? Atëherë Pali tha:
Unë jam para selisë së gjykatës së Cezarit ku duhet të gjykohem. Unë nuk u kam bërë asnjë të padrejt judejve, sikurse edhe ti e di shumë mirë. Në qoftë se kam vepruar keq ose kam vepruar diçka që meriton vdekjen, nuk kundërshtoj të vdes. Por nëse s'ka asgjë në ato për të cilat këta më akuzojnë, askush nuk mund të më dorëzoj. Unë i apelohem Cezarit. Atëherë Festi, si e bisedoi me këshillin, u përgjigj: Ti je apeluar Cezarit, te Cezari do të shkosh. Edhe si shkuan disa ditë, mbretja Agripa dhe Berenike erdhën në Cezare për të përshëndetur Festin. Dhe mbasi që ndruan disa ditë, Festi ja parashtroi mbretit çështjen e palit, duke thënë: Feliksi ka lënë të burgosur një far njeriu, kundër të cilit kur isha në Jeruzalem, kur e priftrin dhe pleqtë e judejve, paraqiten akuza duke kërkuar dënim kundër tij. Unë u dhash përgjigje se nuk është zakon i romakëve të dorëzojnë dikë për vdekje para se i akuzuari të ballafaqohet me paditësit e tij dhe t'i jetë dhënë mundësia që të mbrohet nga akuza. Prandaj, kur ata u mblodhën këtu pa e shtyr punën, u ula të nesërme në selinë e gjykatës dhe urdhërova të ma sillnin këtë njeri, për të cilin paditësit që dolën përpara meje nuk paraqiten asnjë akuzë për ato që unë pandehja. Por kishin kundër tij disa çështje për fenë e tyre dhe për një far Jezusi që ka vdekur dhe për të cilin pali thoshte se jeton. Dhe duke qenë se unë mbeta ndër dyshas në një çështje të tillë, i thash nëse donte të shkonte në Jeruzalem dhe të gjykohej atje për këto. Por mbasi pali u apelua të ruhet për të gjykuar te perandori, urdhërova që ta ruanin derisa të mundem ta dërgoj te Cezari. Agripa i tha Festit: Do të doja edhe unë ta dëgjoja këtë njeri. Dhe ai tha: Nesër do ta dëgjosh. Kështu të nesërmen Agripa dhe Berenike erdhen me shumë madhështi dhe mbasi hynë auditor me kryemjesit dhe me burrat e shquar të qytetit, me urdhër të Festit u soll pali. Atëherë Festi tha: O mbret Agripa dhe gjithë ju burrat që jeni të pranishëm bashkë me ne, ju po shihni atë kundër të cilit gjithë turma e judejve mu drejtua mua në Jeruzalem dhe këtu, duke thirrur se nuk duhet të jetoj më. Por unë duke parë se s'ka bërë asgjë që të meritoj vdekjen dhe duke qenë se ai vetë i është apeluar perandorit, vendosa ta dërgoj. Dhe duke qenë se s'kam asgjë të sigurt që t'i shkruaj tim Zoti për të, prandaj e solla para jush dhe më tepër përpara teje o mbret Agripa, që si të bëhet hetimi të kem që t'i shkruaj. Sepse më duket e parësyeshme të dërgosh një të burgosur pa shënuar akuzat kundër tij. Jeremia, kapitulli 35. Fjala që ju drejtua Jeremias nga Zoti në kohën e Jehoiakimit, birit e Josias, mbreti i Judës, duke thënë: Shko në shtëpinë e Rekabitëve dhe folu. Silli pastaj në shtëpinë e Zotit në një nga dhomat dhe gostiti me verë. Atëherë unë mora Jazanjahun, birin e Jeremias, biri i Habazinjahut, vëllezrit e tij, tërbit e tij, si dhe tërë shtëpinë e Rekabitëve, dhe i çova në shtëpinë e Zotit në dhomën e bijve të Hananit, birit të Igdaljahut, njeri i Perëndis, e cila ndodhej pranë dhomës së princave, mbi dhomën e Masejahut, birit të Shalumit, rojtari i portës. Vendosa pastaj përpara bijve të shtëpisë së Rekabitëve enë plot me verë dhe kupa dhe u thash: Pini verë. Po ata u përgjigjen: Ne nuk pim verë, sepse Jehonadabi, biri i Rekabit, atit ton na ka urdhëruar duke thënë: Nuk do të pini verë për jetë, as ju, as bijtë tuaj. Nuk do të ndërtoni shtëpi, nuk do të mbillni asnjë far, nuk do të bëni asnjë vresht dhe nuk do të zotëroni asnjë prej tyre, por do të banoni në çadra tërë ditët e jetës suaj, në mënyrë që të jetoni gjatë në vendin ku banoni. Kështu ne jemi bindur zërit e Jehonadabit, birit e Rekabit, atit ton në çdo gjë që na ka urdhëruar, të mos pim verë gjatë gjithë jetës son, si ne ashtu dhe gratë tona, bijtë tanë dhe bijat tona, të mos ndërtojmë shtëpi për të banuar dhe të mos kemi as vreshta, as ara dhe as far. Por ne banojmë në çadra dhe jemi bindur dhe kemi bërë tërë ato që Jehonadabi, ati ynë, na ka urdhëruar. Por ndodhi që kur Nebukadnecari, mbreti i Babilonisë, doli kundër vendit, kemi thënë: Ejani të shkojmë në Jeruzalem, nga frika e ushtrisë së Kaldeasve dhe ushtrisë së Sirisë. Dhe kështu u vendosëm në Jeruzalem. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua Jeremias duke thënë: Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: Shko dhe u thuaj njerëzve të Judës dhe banorëve të Jeruzalemit: Nuk doni pra të mësoni duke dëgjuar fjalët e mia, thot Zoti. Fjalët e Jehonadabit, birit të Rekabit, që i porositi bijtë e tij të mos pinë verë, janë vënë në jetë. Kështu ata nuk kanë pirë verë deri në këtë ditë, sepse janë bindur porosisë së atit të tyre. Por megjithse unë ju fola me urgjencë dhe me këmbgulje, ju nuk më keni dëgjuar.
Ju kam dërguar gjithashtu me urgjencë dhe me këmbgulje shërbëtorët e mi, profetët, duke ju thënë: le të tërhiqet pra secili nga rruga e tij e keqe, përmirësoni veprimet tuaja dhe mos u shkoni pas perëndive të tjera që t'u shërbeni. Atëherë do të banoni në vendin që ju dhash juve dhe etërve tuaj. Por ju nuk më keni dëgjuar, as më jeni bindur. Po, bijtë e Jehonadabit, birit e Rekabit, kanë zbatuar në praktikë porosinë e dhënë nga ati tyre, por ky popull nuk më është bindur. Prandaj kështu thot Zoti, Perëndia i ushtrive, Perëndia e Izraelit: ja unë po bëj që të vi mbi Judë dhe mbi gjithë banorët e Jeruzalemit gjithë ato të keqe që kam shqiptuar kundër tyre, sepse u kam folur, por nuk më kanë dëgjuar, i kam thirrur, por nuk më janë përgjigjur. Dhe shtëpisë e Rekabitëve, Jeremia i tha: kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: meqense jeni bindur porosisë së atit tuaj, Jehonadabit, keni zbatuar të urdhrat e tij dhe keni kryer të gjitha ato që ju kishte porositur, kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: Jehonadabit, birit e Rekabit, nuk të mungoj kurrë një njeri që të jetë gjithnjë para meje. Psalmi 7. O Zot, Perëndia im, po kërkoj strehim të ti. Shpëtom nga tërë ata që më përndjekin dhe çlirom, që armiku të mos e shqyej shpirtin tim si një luan, duke coptuar pa mundur njeri të më çliroj. O Zot, Perëndia im, në rast se e kam bërë këtë, në qoftë se ka ligësi në duart e mia, në rast se jam përgjigjur me të keqen atij që jetonte në paqe me mua, ose në rast se e kam zhveshur armikun tim pa arsye, le të më përndjek armiku dhe të më arri, le ta marrë në përkëmbë jetën time dhe ta zvarrit në pluhur lavdin time. Qohu o Zot në zemërimin tënd, qohu kundër tërbimit të armiqve të mi dhe në favorin tim. Ti ke vendosur gjykimin. Kuvendi i popujve do të tërthoj, kthehu mbi të në një vend të ngritur. Zoti do të gjykoj popujt. Gjykom o Zot sipas drejtësisë sime dhe ndershmërisë sime. Jepi fund ligësisë së njerëzve të këqij, por vendos njeriu në drejtë, sepse ti je Perëndia i drejtë që provon zemrat dhe mendjet. Mburoja ime është te Perëndia që shpëton ata që janë të drejtë nga zemra. Perëndia është një gjykatës i drejtë dhe një Perëndi që zemrohet çdo ditë me keqbërësit. Në qoftë se keqbërësi nuk kthehet, ai do të mpresh shpatën e tij, e ka shtrirë harkun e tij dhe e ka përgatitur. Ai ka përgatitur kundër ti armë vdekëpruese, i mban gati shigjetat e tij të zjarrta. Ja, keqbërësi lind pa drejtësinë. Ai ka ngjizur ligësinë dhe ka për të pjellë mashtrimin. Ai gërmon një grop dhe e bën të thellë, por bie vetë në gropën që ka bërë. Ligësia e tij do të kthehet mbi kryet e vet dhe dhuna e tij do të bjerë mbi çafkën e kokës. Unë do ta falenderoj Zotin për drejtësinë e tij dhe do të këndoj lëvdime në emër të Zotit shumë të lartit. Psalmi 8. Sa i mrekullueshëm është emri yt mbi gjithë rruzullin, o Zot, Zoti ynë që vure madhështinë tënde mbi qiejt. Nga goja e të vegjelve dhe foshnjave në gjik e vendosur lëvdimin për shkak të armiqve të tu, për t'i mbyllur gojën armikut dhe hakmarrësit. Kur mendoj qiejt e tu që janë vepër e gishtrive të tu, hënën dhe yjet që ti ke vendosur, çfarë është njeriu që ta mbash mend dhe biri njeriut që ta vizitosh? Megjithatë, ti e bëre pak më të ulët se Perëndia dhe e kurorzove me lavdi dhe me nder. E bëre të mbretëroj mbi veprat e duarve të tua dhe vure çdo gjë në këmbët e tij. Dhënë dhe bagtit e tjera, madje bishat e egra, zogjt e qiellit dhe peshqit e detit, tërë ata që kalojnë nëpër shtigjet e detit. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt në të gjithë dheun.